më shumë ju qëndrestar. Jam në atë troje të vogël që ato t'i gjej do të fjalët para tyre dy forcet më pashëm, aq të goditura, por gjithsesi, në një përgatitje që kemi bërë për të rrogur disa çështje, që nuk janë çështje, por probleme, nuk janë probleme, por krime. Do thoshja që kryeministri shqiptar është hende duke ja thurur këtij populli, këtij vendi, kësaj shqiptarie. Ju qëndrestar, të cilën mbanin tezur një vatër zjarri, ku se cili prej institucioneve, si në Shqipëri, në Europa, apo në Amerikë, mund të marrin një pishtar, jo për të djegur Shqipërinë, por për të ngrohur dhe të ndrituar çdo çështje që lidhet me shqiptarinë. Unë do doja, kam disa letra dhe do doja të formoja një lloj praktike ku në fund nuk do t'i lexoj, por shkurtasi do t'i them nga një përmbajtje sigurt telegrafikisht dhe do dorëzoja arkivës së kësaj proteste, ndoshta zonjës Spajvogli, ndoshta zotit Goxha, ndoshta zotit Proli, kushdoj, që të formojmë dhe të ruajmë si arkiv çdo fjalim ku secili prej fjalimeve të popullit të thjeshtë, të qytetarit të thjeshtë, duket njeri më i ndritur se tjetri. Prandaj dhe fillova me pak emocion se do t'i arrit dot të dy forcët të mëparshëm. Shkurt, në emër të një grupi inxhinierëve nga Amerika dhe profesorët nderuar Isuf Tushe, Asbisheu, profesor doktor Ahmet Çollaku dhe Sasan Guli, gjithë akademia dhe tona. I drejtohemi kryeministrit të Shqipërisë, që në sakushin e kushtit kërkon të kaloj administrimin e naftës dhe të energjetikës shqiptare në duart e kompanisë italiane Eni, sikur shqiptarët, specialistët, ekspertët, inxhinierët nuk ekzistojnë më në Shqipëri. Prandaj, në këtë zakushivape, në këtë pislek të këndimeve të tij, të Eldor, ai bashkë me zonjën ministre Delina Ibrahimaj, që këtë administrim të pasurive të vendit, qoftë naft, qoftë krom, qoftë bakër, mund të bëjnë fare mirë, inxhinier, ekspertët, sikur e kemi bërë ato 40 vjet apo deri më sot. Problemi dytë është se zoti kryeministër apo ti zoti ministri i jashtëm, ku shpreh se mund të ngresh një konsulat në Shkodër për gjoja 56, ta ashtu quajtur serb, sepse Shqipëria nuk mund të ketë kur minoritar. Për aq kohë sa kufizohet nga i njëjti të gjakë, nuk mund kur, thot edhe zonja Merkel, shqiptarit ketë minoritet, qoftë me Grekun se kemi Çamëri në mes, qoftë me Serbinë se kemi shqiptarë të Kosovës në mes, qoftë me Maqedoninë se kemi shqiptarë e Maqedonisë në mes, qoftë me Malëzi se kemi malet e Hotit apo të Malëzisë, që nga Malëzia bëhet Malëzi, bëhet Montenegro e tjerë, pra janë shqiptarë. E duhet i them, për aq kohë, edhe po drejtohem direkt ku e ke zyrën, zoti kryeministër, për aq kohë, sa ti nuk e shprehur kur për pasivitetin e adresave, e lindjeve, e pronave në luginën e Preshevës, si mundet të miratosh ngritjen e inflamurit serb në Shkodër, që nuk është për tepër përfaqësim i atyre 56 gjoja serbe, po është futja e kralit të Trojës, si kundër bën në 1800 ku 300 general rus erdhën në petkun e 300 priftrive dhe bën atë që bën ku një kryengritje arvanitase, qamje e kthyer në revolucion grek. Prandaj, i bëjmë thirrje, nuk mund të ketë flamur serb në Shkodër për aq kohë sa s'mund të ketë të drejta të shqiptarit në luginën e Preshevës, për aq kohë sa Vučić mos t'i thojnë me ushtarëve që Kosova është tjepi i Serbisë apo pjesë të Serbisë. Problemi tretë që ne lëmë të në arkiv,
ku ne si Akademi Alternative Shkencore rejndona të mbledhur me shumë forume 2-3 javë përpara, ne kemi gatitur një thirrje që është po ajo që kanë aktuar dhe protestuesit në mbështetje të tyre. Çfarë? Qeveria politike, ndryshimi kod e theksoj fort, sepse gjërat e mira dhe të forta duhen thënë shumë herë. Përderisa mashtrimi thotë me mira herë, e vërteta duhet thënë me 100 mira herë. Do është aktuar dhe gabimi shqiptare që mjaftojnë me 1 apo me 2 thëna të vërtetës. Prandaj, një propozicion kombëtar me 101 deputet, me lista të hapura dhe kurme të mbyllura, me rishikim të ndryshimeve kushtetuese të 2008-s, ku aty shponë dhe shprehen që kufijtë e Shqipërisë edhe mund të tjetërsohen. Kjo është gjëja më tradhtare që kanë gatuar të dyja palët si populli dhe këtij vendi. Dhe jam duke mbyllur për të thënë atë që e tha dhe parafolçi. Reforma territoriale nuk është thjesht ulje e ndërpunëse të bashkive apo të shtetit, por është thjesht për ta bërë fshatarin siç e bëri këto 12 vjet, për ta bërë qytetarin e këtyre qyteteve të vogla që do t'i shkrijë pa autoritet, pa dignitet, dhe duke theksuar që ku kemi quar kusin e Gjelë Kastriotit në një fshat të arpror, në ururi të idealist, komuna me 2000 veta, me kryetar komune, me kryeplan, me këshill pleq, jetonin të lumtur brenda shtetit madh të idealist. Ata 2000 veta ishin të përgjegjshëm për fatin e tyre, për pronën e tyre, për administrimin e tyre. Prandaj, kjo që zoti Rama bëri, që qoja për disa krye komunar, barktera apo barkfryra të shkrijnë komunat, dhe sot kërkon të shkrijnë, marrova? Kërkon të shkrijnë qytetet e vogla për t'i bërë pa dignitet në mënyrë që nesër t'ju rëmbejnë tokat me një ligj tjetër e t'ja japi atyre që quhen e tillë vetë. Sionista e tjere. Prandaj Sonja Antel, që ju bëni këto dokumenta, ju falenderoj shumë.